Amerika po fiton bindshëm ndaj Iranit. Këtë konfirmoi vetë presidenti Donald Trump duke quajtur sërish operacionin thjesht një ekskursion në ferr. Ai thumboi zyrtarët në Teheran lidhur me negociatat dhe I quan frikacak që nuk I pranojnë zyrtarisht. Ata po negociojnë me qira fjala dhe duan shumë të bëjnë një marrëveshje, por kanë frikë ta thonë sepse mendojnë se do të vriten nga populli I tyre. Ata kanë gjithashtu frikë se do të vriten nga ne. Nuk ka pasur kurrë më pak dëshirë se sa tani që dikush të jetë kreu I Iranit. Unë nuk dua për shembull, do t'i dëgjojmë disa nga gjërat që thonë. Ata thonë unë nuk e dua, por do të donim t'ju bënim ju udhëheqësin suprem të ardhshëm. Jo faleminderit, nuk e dua. Duke U drejtuar Komitetit Kombëtar Republikan të Kongresit për mbledhjen e fondeve në Washington, Trump tha se nuk kishte zgjidhje tjetër përveç se të sulmonte Iranin. Mendova se çmimet e energjisë, çmimi I naftës do të rriteshin më shumë. Mendova se tregu I aksioneve do të binte disi më poshtë. Në fat të shkurtër, ajo që duhet të bëjmë është të heqim qafe kancerin. Duhej ta zhduknim. Kanceri ishte Irani dhe një armë bërthamore, dhe tani e kemi zhdukur. Irani po shqyrton një propozim të SBA-s me 15 pika për t'i dhënë fund luftës në Gjirin Persik dhe raportohet se ka vendosur 5 kushte. Megjithatë, nuk ka ndërmend të zhvillojë bisedime të drejtpërdrejta për t'i dhënë fund konfliktit në zgjerim të lindjes së mesme, tha ministri I jashtëm I vendit. Teksa paqja nuk duket ende në horizont, sulmet mes palëve vazhdojnë. 5 persona u plagosën pasi një bombë thërmuese iraniane goditi një zonë banimi në Izraelin qendror. 2 persona u vranë në Abu Dhabi të Emirateve të Bashkuara Arabe, ndërsa sulme iraniane janë raportuar edhe në Kuvajt, Arabi Saudite dhe Bahrein. Në javën të fundit, Irani ka vendosur mina dhe personel shtesë ushtarak, si dhe sisteme mbrojtjeje ajrore në ishullin Karg, në përgatitje për një operacion të mundshëm amerikan për të marrë kontrollin e ishullit. Kështu raporton CNN duke cituar burime të njohura me raportet e inteligjencës amerikane. Administrata Trump po shqyrton përdorimin e trupave amerikane për të pushtuar ishullin e vogël në Gjirin Persik verilindor, një litar shpëtimi ekonomik për Iranin, I cili trajton rreth 90% të eksporteve të naftës bruto të vendit si një levë për të detyruar Iranin të rihap ngushticën e Hormuzit, shton CNN.